Mirëmbrëma të dashur miq. Jemi në ditën ku Shqipëria bën 110 vjet shtet i pavarur. 110 vjet më përpara, disa burra muslimane të krishterë, nga veriu dhe nga jugu, nga të gjitha visët shqiptare, shpallën pavarësinë. Shqipëria është e mëvetme. Është një ditë historike e cila shënjon që më së fundi ky komb i lash prej mira vjetësh ishte në faqe të dheut me emrin e folesë së shqiponjave. Shqipëria dhe gjuha e saj, gjuha shqipe, ishin më së fundmi të ngulitur në fytyrën e dheut të mëvetme. Por që arritën deri në këtë ditë, shqiptarët kaluan, le të themi, Golgota, nëse do t'i referoheshim Krishtit, të papara në historinë e tyre. Kaluan pushtime nga i Romak, pastaj Bizantin, pa harruar karvanet dhe kryqëzatat që kalonin këndeja duke shkaktuar hekatomba gjaku për të arritur te Skënderbejada, ku heroi kombëtar i shqiptarëve ja doli që për 25 vjet të përballonte superfuqinë e kohës, madje të thyente atë që kishte marrë Konstantinopolën. Ai nguliti për herë të parë emrin e shqiptarëve dhe rezistenca e tij i bëri otomanët mbrapa që të kishin një hakmarrje dhe një etje të pashuar për gjak ndaj shqiptarëve, por shqiptarët rezistuan. Ka dokumente që tregojnë që shqiptarët, pavarësisht se ishin nën presionin e një fuqie të madhe, pavarësisht se ishin nën presionin e fqinjve të tyre, që donin t'i shndronin, t'i ushuanin gjuhën, t'i ushuanin fenë, shqiptarët rezistuan. Deri në vitin 1912, kur disa burra, të cilët neve ju përulemi, gjejmë rastin që përulemi edhe në ditën e sotme, siç duhet i përulemi në çdo ditë të jetës tonë, shpallën pavarësinë. Neve duam të flasim sot në këtë ditë madhe për ata shqiptarë të cilët gjatë pushtimit otoman, gjatë asaj periudhe të errët 450 vjeçare, shkruajtën, rezistuan dhe folën për shqiptarët dhe për gjuhën shqipe. Sot do flasim për një libër i cili flet për shekullin e 17, pra 1600 e sa. Kishim rreth gati 200 vjetën në pushtimin otoman dhe shqiptarët mendohej që ishin shuar, kishin pësuar masakra, vrasje, shpopullime, shpërngulje të jashtëzakonshme. E megjithatë kishin rezistuar. Unë falenderoj Rishtas, mikun e dritares dhe të emisionit Shqip, studiusin Mark Palnikaj, që e ka zbuluar këtë libër dhe na e bie sot dhe për të cilin neve do flasim. Mark, mirëmbrëma, mirëseardhje. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithë teleshikuesve tanë, edhe ju për emisionin. I dashur Mark, flasim për shekullin e 17, ku armiqtë e këtij vendi pretendojnë që s'ka ekzistuar shqiptar, madje ka edhe teza të tilla sikur shqiptarët janë prur nga Kaukazi diku nga shekulli 18 dhe janë vendosur këtu. Por faktikisht është një shekull i errët për të cilin thonë që s'ka dokumente. Ndërkohë, juve keni zbuluar një relacion të cilin e keni bërë edhe libër. Çfarë është ky? Në shekullin e 17, turqit ka qenë një farë ekspansioni për islamizimin. Pjesa katolike e Shqipërisë ishte në shekullin e 17 ka qenë nga Elbasani deri në Tjevar edhe deri në Mitrovic, edhe deri në Bullgari, edhe deri ka qenë edhe flitet edhe për në Berat edhe në Vlorë, një pjesë. Kishte, por kjo pjesë kishin me 7 dioqeza, sepse e kishin dëmtuar për 200 vjet turqit. Në vitin këtu një frat italian është nga Sospelo e Nicës. Në atë kohë Nica ka qenë pjesë e Torinos dhe pjesë e Italisë. Dhe ky ishte Giacinto Sicardi nga fshati Nicë që bëri këtë relacion
510 faqe të shkruar. Nietzsche është edhe vendindja e herojit kombëtar të Italisë, Garibaldi. Dhe në mos gaboj është dhënë, domethënë, ja kanë rrëmbyer si territori Italisë, sepse është qytet italian. Po, pjesë italiane. Nëse. Dhe ky punoi nga viti 1634 deri në vitin 1652, 18 vjet, dhe siç po dele shkruar tani mas shumë vite, mas 3 shekuj e gjysmë, ky ishte marrë dhe me organizimin e kryengritjes antiturke, sepse këtu është e përshkruar me hollësi kryengritja e vitit 1648, se kush kanë qenë pjesëmarrësit e kësi është organizuar që ne nuk e kemi ditë, nuk është e përfshirë në historinë e Shqipërisë. Dhe ai, ky libër nuk është një relacion fetar. Ky vërtet ka qenë prift dhe ka shkruar për kishat, por është një relacion që rrok historinë dhe traditën edhe kulturën shqiptare dhe etjen për pavarësi dhe për kundërshtim pushtimit turk. Dhe po ta marrësh... Do me thënë më tepër se sa një relacion fetar është një kronikë e jetës. Është një kronikë e jetës. Dhe pjesa kishtare zanë më pak se 50% të 510 faqeve. Qoftë janë 510 faqe të shkruara, më shumë se 250 e 5 janë të shkruar si kronikë për jetën kulturore, sociale e historike të Shqipërisë. Dhe e bën këtë libër, krahas dokumentave tjera të shkruar, pothuajse përjashtu librit Çetës Profetëve të Pjetër Bogdanit, dokumentin dhe librin më të rëndësishëm për krejt shekullin e 17. Ky ka ndajt i burgosur në Fermo nga viti 1652. Është shkruar si libër, me kapak në format A5 me shkrim tim për pastër, dhe është dërguar për botim. Nuk është botuar dhe ka ndaj atje jo në arkiv, po në një bibliotek me 2000 dokumenta të tjera. Dhe për 370 vjet nuk është publikuar asnjë rresht i tij. Ku e morët, le të themi, ngacmimin për të gjetur, si arritët që ta zbuloni që ekziston ky libër? Për tani në atë bibliotek, unë e kam akses. Ti je armik i fjalëve të huaja, po si thë, ku e gjetë indicion? Aty kam gjetë sepse kam shkuar për, aty ka qenë kolegji i lirik i Fermos. Ka qenë 110 vjetë shkolla që ka pregatit priftëri për Shqipëri. Kjo është shkrimi, në fakt që është, por... 1636, shikoj si për 1636. Po, do më thënë, imagjino që kjo është imbledhur në një letër me format A5 dhe kështu i zmadhuar në 3 ekrane dhe prapë nuk është se duket shumë i madhë. Do më thënë, është një punë e raskapitse, ma hamëndja që ta transkriptosh. Ai e shkroj këto dhe nuk u botua dhe unë shkova në Fermo për me pa kush ka marrua studimet atje dhe çfarë kanë bën ata studiues për Shqipërinë dhe ku kanë përfunduar ata studiues. Dhe po është edhe në Fermo dhe në Loreto kanë qenë 2 studiues, shive 1652. 1652 që mbaron kronika e tij, le të themi. Data e fundit që është marrë me këta. A kupton? Dhe ky e kishte shkruar dhe kishte met aty, e pa publikuar. Tadeusz Levicki në vitin 1949, si polak duket nga është hungaraz duket, duke studiuar në atë bibliotek e kishte gjetë këtë dërshkrim, e kishte marrë në dorë, sa është i vogël, është sa A5, më i vogël sa A5-a, është libër xhepi, një fletore. Dhe e kishte po ishte jashtë sferës së studimeve të tij, dhe ai vetëm kishte thonë që është një libër për Shqipërinë, i vetmi në ato 2000 dokumentash që janë aty në atë bibliotek, edhe ai e kishte thonë që ekziston. Ai ka vdekur në vitin 1992 dhe nuk ka publikuar kush për 370 vjet, qoftë edhe një rresht, asnjë faqe, asnjë rresht. Tani unë shkova edhe pash, gjeta edhe një portret Skënderbeut që kemi folë dhe kemi publikuar portretin e Skënderbeut, që ishte edhe ai pa publikuar, që ishte aty. Dhe ata bashkia ma dhuruan, nuk ma shitën, ma kanë dhënë të drejtën e publikimit pa pagesë. Dhe më kanë thonë vetëm janë... Të drejtën e publikimit? Po,
Dhe më kanë thonë që ti do në japsh vetëm 15 kopje dhe do të shkruash një faqe falënderim nga kryetari i bashkisë dhe nga drejtoresha e bibliotekës, 2 faqe do t'i shkruash, ata do i shkruajnë, unë edhe kështu kemi vepruar, ka në faqe të parë kam vu falënderim. Ky është botimi. Po, i kam atëherë, ky është botimi në gjuhën shqipe, që e ke transkriptuar. 2 gjuhësh, është edhe origjinal edhe shqip. Okej, është në njërën faqe në këtë. Majtas është italisht. Në origjinal, ndërsa këtu është në shqip. Megjithatë, për të arritur deri këtu, ka qenë një kalvar tjetër. Juve e fotokopjuat këtë libër? Çfarë bët? Ata ma fotokopjuan me mundësit që kishin. Dhe ma dërguen edhe në hapësirë kompjuterike, për ata që morën vesh nga kompjuteri, ishte 320 megabit. Dhe kure fuqim në kompjuter me zmadhue, sepse ishin germa shumë vogla, për me lexuar nuk lexohej. Edhe kishin lëviz dorën, edhe ishin të pa qarta, dhe nuk lexohej. Pastaj unë shkova atje dhe ju kërkova aty në 2 gjëra. Thashune, ose ma jepni dokumentin të shkoj ta bëjnë në një studio grafike profesionale me pagesë, ose po blej një skaner e vje skaner e këtu. Ata me shumë dashamirësie, me shumë mirësi, dhe më thanë, nuk na duhet ide mirë, nuk na duhet asë një rast tjetra. Thonë, ne do të gjejmë, thanë, një specialist që punon me ne, nuk është i punësuar, po e marrim për nevojat tona, edhe ai do të ta bëj mirë, e thirrëm ato, ai lypi një shumë të madhe, lypi 510 euro. I thashun, po, një faqe, 1 euro, thash, fotografia, bëj gjysmë euro. Je ke kërkuar shumë, tha mirë, tha, va bene, tha, 250 euro, thash, va bene, 250 euro, bëje. Dhe e bani 7 giga, 7.6 gigabajt e bani, e bani shumë. Fotokopje. Skanimin. Me ngjyrë, skanerimin me ngjyrë, në profesionale që tash e zmadhur edhe 500% nuk e humet rezolucion dhe u bëhe mundshme. Nuk pas ke bërë pazar të keq. Po, unë isha i vendosur për ta publikuar këta dhe kjo ne krijoi mundësinë pastaj duke në monitor, duke i zmadhuar germat me bë me saksi dhe kemi punuar. Nëse është treguar dashamirë, është një specialist i tillë të kushton 250 euro dita minimum, për një ditë ka bën. Edhe bani edhe ata ishin të interesuar, sepse ata e kishin 350 vjet aty, 370 vjet, edhe ata ishin shumë të interesuar ta gjejmë një budalla që i harxhon lekë publikose. Ai aty ka qenë se ka publikuar kush. Edhe ata po më stimulonin mua që ta publikoj. Edhe e morëm pastaj gjeta një specialist në Romë. Tashi pastaj ishte problemi që të transkriptohej, të merrej vesh çfarë ishte shkruar aty. Po problemi më i madh ka qenë shkrimi nga shkrimdore me shkruar në kompjuter. Sepse i herë puna e parë ishte italisht e vjetër. E dyta ishte e shkruar jo fiks në italisht e nesojshme. Do shta kishte edhe dialektalizëm brenda. Pastaj kishte shumë edhe latinisht, shumë edhe shqip, shumë edhe kroatisht, kishte edhe në gjuhë të tjera dhe ishte shumë i vështirë rishkrimi. Dhe unë gjeta një specialist që ka punuar 30 vjet me këtë profesion në Romë, edhe dalë në pension, i thash, ma bëj, kundrejt pagesës, mu morëm vesh, dhe me tolerancë, me drejt Zotit, i thash që mu më duhet shpejt, ti bëj 98% punës, ato që mund të bëjsh, ato që se shef do të ka përceje se e bëj unë. Ato që është për shembull që se kupton në latinisht, në kroatisht. Që se kupton ti, thash ka përceje edhe më thuj që nuk e kam kuptuar dhe do ta bëj vetë, dhe 98% thash 2% lej pa bon se e bëj unë. Ma qoj, pastaj mora një specialist, është një kroat, një specialist shumë i mirë, i cili din 5 gjuhë përfshi dhe latinishtën edhe shqipen, shumë mirë, i din me gramatik të dyja, dhe punuam pastaj në Kosovë. Shkova ndajta 3 ditë atje në Kosovë dhe kaluam komplet me 2 kompjutra dhe bëm pak